Një atentat I rënd me armëzjarri ka tronditur zonën e Dugaxhinit ku kanë mbetur të vrarë babë e birë, ndërsa një person tjetër është plagosur. Viktimat janë identifikuar si Prel Gjoni 82 vjeç dhe djali I tij Lek Gjoni 57 vjeç. Në automjet ndodhej edhe Lazar Bashi, I cili mbeti I plagosur por fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Ngjarja dyshohet se ka ndodhur rreth orës 16 në rrugën e fshatit Gjan, ndërsa babë e birë po ktheheshin nga banesa e tyre e vjetër në Dugaxhin drejt Shkodrës. Pa dalë ende në rrugën e fshatit, dy persona të paidentifikuar kanë hapur zjarr në drejtim të automjetit. Në vendngjarje janë gjetur më shumë se 50 gëzhoja, ndërsa sipas të dhënave paraprake janë përdorur 2 armë zjarri, një Kalashnikov dhe një MP5. Fakti se janë përdorur 2 armë përforcon dyshimet se në atentat kanë marrë pjesë të paktën 2 autor. Lazar Bashi, I cili ndodhej në pjesën e pasme të automjetit, ka mbijetuar dhe fillimisht është dërguar në spitalin e Shkodrës, ndërsa më pas është transportuar drejt Tiranës për mjekim të specializuar. Pas njoftimit për ngjarje në zonë janë angazhuar 10 forca policie dhe efektiv të Reneas, të cilët kanë nisur kontrolle për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Familjarët kanë deklaruar parahetuesve se Prel dhe Lek Gjoni nuk njihen si persona me konflikte dhe se nuk kanë dieni për ndonjë kërcënim të mëparshëm ndaj tyre. Sipas tyre, një ditë para ngjarjes, babë e birë kishin shkuar në banesën e vjetër në Dugaxhin, ku mbanin edhe disa koshere bletësh dhe po ktheheshin normalisht drejt banesës së tyre në zonën e Grudës në Shkodër. Një nga pistat ku po hetohet policia lidhet me divorcin e 57 vjeçarit rreth 3 muaj më parë nga bashkëshortja e tij, me të cilën kishte 4 fëmijë. Megjithatë, deri tani nuk ka prova konkrete që ta lidhin atentatin me divorcin dhe kjo mbetet vetëm një pistë hetimore. Hetuesit po verifikojnë gjithashtu aktivitetin e Lek Gjonit, I cili punonte me një kamion dhe ditët e fundit kishte transportuar materiale ndërtimi për një banesë në fshatin Gjuraj të Dugaxhinit. Ai kishte edhe një eskavator me të cilin punonte së bashku me një tjetër banor të zonës. Zbardhja e ngjarjes paraqit vështirësi për grupin hetimor për shkak të terrenit të thyrë malor, mungesës së sinjalit telefonik dhe kamerave të sigurisë në zonë. Koha e gjatë nga momenti I atentatit deri në mbërritjen e policisë dyshohet se u ka dhënë autorëve mundësinë të largohen. Policia dhe prokuroria vjojnë hetimet për identifikimin e autorëve, zbardhjen e dinamikës së atentatit dhe përcaktimin e motivit të vrasjes së dy fishtë.